që sot operojnë, pavarësisht divergjencave ideologjike, më thonë se nuk janë kaq të forta divergjencat ideologjike, ato mund të përthyhen në formën e programeve ekonomike dhe mund gjejnë vend programe sociale, të karakterit social dhe të balancohen në kërkesat e tyre në raport me ekonominë. Por nuk kanë argumenta tilla dhe thjesht bëjnë një lojë për cilën unë mendoj se janë krijuar dhe shoh që nuk kanë që janë krijuar, bën një lojë për qëllimin për cilin janë krijuar. Qëllimi shfaqet nëpërmjet aktivitetit politik, se kur më thua mua që unë po hyn në zgjedhje që të bëhem opozitë, po pse do bësh opozitë në parlament? Opozita mund ta bësh edhe si qytetar, mund ta bësh jashtë parlamentit, në konferenca, në rrugë. Pra, ti je në opozitë dhe lufton për dalë prapë në opozitë, atëherë ky është qëllimi dhe mu duket jo qëllim i saktë, jo qëllim politik. Thash edhe pjesa tjetër, mos e përsëris, pra kur qëllimet politike janë të tilla, nuk janë koherente, nuk përputhen me atë pjesën e të qenurit në opozitë dhe kur ti bën opozitën e opozitës, je jashtë funksionit politik. Pavarësisht kësaj, nuk kanë munguar thirrjet tona. A ka pasur histori Partia Demokratike kur nga gjiri i saj kanë dalë fraksione, parti tjera, po më ka pas PDR-n, ju kujtohet PDR-ja. Ka dalë edhe Partia Angjelës, ju kujtohet, besoj. Partia e Genspolës. PDR-ja thash, e Genspolës, për atë, Aleanca Demokratike, Neritan Cekës, ka dalë Partia e Zonjës Topalli dhe Partia e Zotit Murrizit, cilët janë listat tuaja për deputet. Po pra, ja pra që Partia Demokratike është kaq demokratike dhe pas ka qenë një parti kaq e madhe, e them edhe ndonjëherë me një habi ironike, sa nga gjiri i saj vazhdimisht kanë dalë njerëz që gjithmonë kanë patur probleme me leadershipin, qoftë me zotin Berisha, qoftë me zotin Basha. Nuk e kanë pasur me veten e tyre ata, sepse bëre ballafaqimin që tek PS-ja janë disiplinuar. Pra, në një forcë politike ty të pëlqen disiplinimi. Dhe kur është në fushat po më pëlqen. Ja të lutem. Sepse ka kosto. Edhe një herë kur bën këtë ballafaqim ty nuk të pëlqeka disiplinimi, ty të pëlqeka pragmatizmi politik. Jeni në fushat dhe në 2021 e pat vetë se sa kosto ju solli mungesa një disipline. Staturat politike individuale të Partisë Demokratike kanë projekcionet e tyre, kanë ambicjet e tyre, ka nga ato që mendojnë që karrierën mund ta ndërtojnë në një forcë tjetër politike. Ka pasur dhe histori tilla dhe janë rikthyer. Mendoni zoti Boçi se në 2021 Partia Demokratike do ishte në pushtet nëse do kishte më shumë disiplinë, nëse do ishte LSI-ja bashkë me ju, nëse do kishte fraksione të reja brenda djathtës. Është një element, ka shumë elementë. Unë mendoj që, ja po ta them unë mendoj që Partia Demokratike do ishte tashmë në pushtet nëse në Shqipëri do kishte zgjedhje të lira të ndershme. Edhe mi hiq të gjitha këto gjërat e vogla se nuk qëndrojnë fare. Dhe sepse thembra akilit e zgjedhjeve në Shqipëri janë zgjedhjet e lira të ndershme. Këto janë për të mbuluar këtë realitet që sot është kaq i mbrapsht. Fusim element, jo po doli një parti e vogël, jo po doli një tjetër. Hajde të bëjmë zgjedhje të lira të ndershme, dali kush doj dhe ai që fiton, bravo i qoftë. Nëse pastaj ne këtë arsyen kryesore e mbulojmë me arsye të vogla dhe ndonjëherë inekzistente, atëherë po bëjmë lojra fjalësh dhe po bëjmë lojra politike në shërbim të atij që kërkon mbaj dhe një herë tjetër pushtetin. Dhe nuk i shërbejmë interesit publik. Okej. Zoti Boçi, shpash ditën e djeshme gjatë prezantimit të fushatës elektorale, nisjes së saj, disa postera që i referoheshin qeverisë së shkuar të zotit Berisha. Kur flisni për arritje gjatë asaj kohe, duhet flisni edhe për gabime që ka patur ajo qeverisje 8 vjeçare. Domethënë, si sot Partia Demokratike... Posterat flasin? Jo, kur flisni që janë hequr vizat, jemi antarësuar në NATO, kemi arritur kaq, kemi arritur aq, duhet flisni që ajo qeverisje ka patur edhe gabime, përderisa qytetarët në 2013 ju ndëshkuan me votë. Mirë, tani, Andrea, dhe një herë. Si bini qytetarët që nëse merrni pushtetin 11 maj, nuk do përsërisni gabimet e atij 8 vjeçari? Andrea, atëherë të bëjmë dy dallime. Kur jemi në fushat me postera, një forcë politike ka pikat e saj më të forta, edhe arritjet e saj dhe këto i promovon si kujtesë kolektive që duhen mbajtur si tilla dhe duhen vlerësuar. Dhe kur themi që flasin këtu në studio për gabime,
apo për arritje, se po flasim këtu. Po flisni për të shkuarën, strategjikisht, zoti Boçi, qytetarëve i kujtohet 2013-a, dhe 2013-a vërtet i kujtohen rrugët, i kujtohen arritjet, që edhe personalisht më kujtohen, por kujtohen edhe gabimet. Sepse ka dhe gjë, ne jemi pozitivist, nisemi nga ajo që është e mirë që është bërë, dhe nuk nisemi nga filozofia negativiste, për t'i parë gjërat nga negativiteti. Sepse për ta parë gjën nga negativiteti e kemi shumë thjesht, shifni që ka bërë Rama, në jepni votën, votë kundërshtuese, sepse kjo votë lidhet me zemërimin qytetar që është prej këtë lloj zemërimi edhe me largimin dhe shpopullimin e vendit. Dhe kemi një rezultat konkret. Ne në mënyrën si qasemi publikut kemi koncept pozitivist. Po, kemi arritje këtu në bisedën tonë, mund themi që ka bërë Partia Demokratike gabime apo nuk ka realizuar premtimet e saj. Po, është pranuar kjo, është bërë kjo mea culpa, është bërë disa herë dhe për më tepër mbi bazën atyre gabimeve ndërtohet një shtrat i ri. Pra ka mësuar nga gabimet, nuk është një zgjatime 2013, por një fillim i ri. Shtrat reflektues fillim të ri e ka pas slogan Rama. Ne kemi vazhdim sukseseve tona dhe refleksion i sukseseve tona, jo i 2013-ës, se ti fut vetëm 2013-ën, ne fusim arritjet. Ti thua arritje dhe fut vitin. Do më thënë ti bën tautologji quhet kjo në filozofi ose në ligjerim. Po e bën ti, se ti nisesh me arritje dhe më jep datë. Dhe e jep të datën, e jep jo kot, e jep me atë mënyrën tënde. Arritja është hyrja NATO, liberalizimi i vizave, tapi dhe... Arritje janë to, sigurisht shumë arritje janë. Por aman ka edhe sa gabime, qytetarëve thuan, ne nuk duam sërish vazhdim të 2013-ës. Qofse ti e kundërshtari, nise nga gabimet. Se unë, kur them për Ramën, unë nisem nga gabimet dhe i përmend ati gabimet. Kundërshtari im bën analizën e gabimeve të mia. Unë bëj analizën e sukseseve, dhe për gabimet, jam unë që kam dalë publikisht dhe kam kërkuar falje disa herë, madje për ato gabime unë e kam marrë një rezultat, sepse jam penalizuar. Ne po kërkojmë këtë gjë, që për këto faje, jo gabime që ka bërë Rama, të marrin rezultatin duke çliruar procesin zgjedhor, sepse ja qytetarët digën të reflektokën dhe ne dim